Kot është një aktivist Nuhi Sadiku për studentëshani, a ka qenë gjithmonë në mënyrë të rreshme me përdeshën, manipulative. Dhe tash, para 3 ditëve, se këto zgjedhje doli hapur Mazeni, si ishte pushteti, interesi, kryetari komunës, biznesi. Dhe jo dini çfarë ndodhi në studentëshan Mazenin. Dhe unë e pash, pasi ishte kthjell, Nuhiu ishte nxjerrë një mesazh publik. Mesazhi ishte gjuhë e urrejtjes. Që unë mundohem në atë ditë t'ja ndaloj vetes dhe ju lus juve të përshës mos bëni preje e kësaj gjuhë të urrejtje. Ai kishte shkruajt, po citoj, se dhe ja citoj si duhet, e ka në Facebook duhet. Selamun aleikum, besimtar. Tradhtia mos lind, po të lind mos u rrit, po të rritet mos u shtoft, dhe kështu u faroft. Kujt ja ka shkruajt këtë mesazh? Vetes vet. Edhe Azem Sadikut. Që është, besoj, simbolika e ekzekutimit të fundit të tradhtisë brenda PD-s. Dhe tash, për secilin të PD-s se do të thoni ka dalë, ka votu, pa fol me mu personalisht, falni për fjalor, mos merrni u gjuhë. Me shumë kujdes. Dikush nga ky shpjegim do të merr mesazh të gabuar, thotë, "Kju pas ka thonë aty në studentëshan që ju do të votoni se Azemi duhet ikë për shkak të tradhtisë skandaloze që s'është e vërtetë. Nuk u kam thënë. Nuk është e vërtetë. Unë kryetari i PD-s askujt si kam thënë dil voton. Unë nga aspekti njerëzor sot duhet ta legjitimoj atë votën dhe të them ata studentëshan që kanë votuar ta ekzekutojnë tradhtinë e Azemit. Mirë kanë bë. Kaq. Shumë mirë kanë bë. Dhe që është ma interesant, BD-ja pas ka fitu 4 komuna, s'është të vërtet 1. Vetëm Plasnicën. Për shkak se BD-ja s'ka fitu as Lipkov. Lipkov në mënyrë të pavarëjshme, nisoj është ekzekutu tradhtia Azem Sadiku 2.0 nga njerëzit e PD-s. Se ishte struktura e fundit në thojza e organizuar, që unë kam përmend edhe në kuvent, fenomeni i lëvizjes Arbëria Hadrxhonaj, që mori një ekzekutim të fortë në komunën e Lipkovës. Dhe kjo s'është fitore e BD-s. Dhe prapë po them, mos krijojmë përshtypje të gabuar. Askujt, si kom thonë komunën e Lipkovës, votoni kështu. Ama prapë, në aspektin njerëzor, do të them, merja keni bërë që keni votu kështu. Për shkak se besoj se ky është fundi i një mundimi të madh historik të PD-s tu ballafaqu dhe luftu me tradhtinë brenda. Dhe kjo, ju lutem, nuk vjen për shkak se potencialisht shqiptarët apo PD-s janë tradhtar, po kjo vjen për shkak se Serbia, Maqedonët, të gjithë kanë luftu me përkushtim shumë të madh që PD-s ta dëmtojnë, ta eliminojnë për skenës politike, dhe kjo nuk ndodhi. Kjo rezistencë madhe dha këtë rezultat. E serioziteti i këtij rezultati në kupton një qasje jo me urrejtje, jo me qëllime që u kënaqëm ne pse ndodhi kjo. Jo. Kjo kërkon qasje racionale.